Shef Vllahu, mirë se vjen tek emisioni jonë. Mirë se u gjej. Faleminderit, shikues nderuar, kam një mysafir të veçantë që do bisedojmë gjëra gjatë për biografinë e tina, rrugtimin e tina si fillimisht nga Vjen, i lindur dhe rrugtimin e tina në vendimit për t'ju bashkangjit Akademisë Ushtarake në Jugosllavi. Pas shpartallimit të Jugosllavisë, kalim Zvicër dhe prej atje në aktivitetet tina me Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës deri në çlirimin e Kosovës, vecinë e Kosovës dhe tani jetën e tina. Edhe njëherë përshëndes, faleminderit shumë që gjete kohë. Faleminderit juve shumë. Po, shkurtimisht, unë jam Shef Vllahu me nofën si e quishin në luftë të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, Leopardi 2 ose nofkat që i marrë shumë për arsye të rrethonave që i shumë njohur edhe se ish ushtarak në Jugosllavi dhe të përndjekun prej sistemit të atëhershëm Jugoslav, që nofkën Leopardi ka marrë në emër në bazë të djalit Leopardit që ishte në moshën 9 vjeçare kur isha në Zvicër. Unë përndryshe vjen nga fshati Brvenik, komuna e Podujeves, Gollaku. Malësia e Gollakut, malësor, dhe vi prej një familjes ku kemi qenë 9 vëllezër, tani 2 kanë ndrua jetë, jemi 7 vëllezër dhe 2 motra, babaj dhe nana, babaj Humdiu, nana Shemsia, shumë çka prej të arriturave, sado që janë të mijat, janë, do thotë, burojnë prej gjirit familjar. Shkollën fillore kam përfunduar në Brvenik, fshatin Brvenik, dhe pastaj prej shkollës fillore kam shkuar në shkollën ushtarake në Zagreb, dhe pastaj jeta ime ka kaluar në shkollën ushtarake në Zagreb atje, ku edhe kam dalë si oficer, dhe prej atje kam marrë detyrën e parë në Kumanov, kam punuar. Ja 5 vite, thot nga 85-ta, viti 1985, 90-ta, 91-ta, kam qenë në Kumanov, pastaj me një transferim ushtarak të atëhershëm shkova në Kroaci, dhe atje filloi edhe lufta, faktikisht në zonë lufta, përjetova atje një luftë të mërshme, një 3 muaj, derisa u riorganizova me shumë ushtarë të mi, që i kom pas të nacionaliteteve të ndryshme, dhe mu largu me dezertu ta quaj, ashtu ata gjitha ta ushtarë, ishte një periudhë shumë e vështirë, ishte luftë, edhe më në fund ishin Kroatë, ishin Sloven, ishin nacionalitetet ndryshme, shqiptarët, Maqedonisë, dhe cilët depërtuan, u larguan prej fronteve, prej asaj lufte, dhe njëkohësisht edhe unë kalova, dezertova ta quaj ashtu, edhe shkova në Zvicër, kështu që në fund të vitit 1990 kom fillu të jetoj në Zvicër deri në vitin 1999, fillimit 99-ës, kur ju bashkangjita edhe luftës të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës nga Zvicra me një grup ushtaraksh dhe ushtarë që të mobilizuam në Zvicër, ishëm nga 3 autobus dhe kështu dal nga dal rrugtume dhe ju bashkangjitum luftës. Neve faktikisht gjithë ushtarak ta quaj, sa isha edhe në shkollë ushtarake, ne kemi pas vështirësi të mëdha në aspekt si shqiptarë, sepse edukimi jonë ka qenë i tillë dhe neve kemi ditë avërsisht edhe nga historiku i krijimit të Jugosllavisë edhe problemet që i kanë pas shqiptarët, pa drejta që ju kanë pas shqiptarët, ai do të thotë buron prej familjes, pastaj buron prej shkollës ku kemi mësuar historinë, ku do të potencoj një rast që kisha edhe kujdestar, edhe shfrytëzoj rastin ta përshëndes, pa janë shkaluar të gjithë arsimtarë tjerë si ka qenë, por kujdestarin e klasës që ne kam pas Xhavet Zeken, cili edhe historinë në dhajtën atë kohë, dhe ka pas raste kur i sqaronte historia se si ishte shkruar, po realisht na tregoi ke masandej që çka nuk përkon me atë luftën e dytë botërore ta quaj, dhe periudhën e pas luftës, drejtat e shqiptarëve që janë të mohuara, do të thotë edhe
frymëzimi ka filluar tot më herët edhe kemi vazhduar atje bashkëpunimin ku mund të potencoj disa kolegë cilët edhe psuan pastaj. Atje ki fjalën e Akademinë Ushtarake në Zagreb. Sigurisht. Edhe aty është për shembull Naim Maloku, që sot është një figurë e njohur që ka qenë gjatë luftës edhe këtu në Kosovë, ka kryer disa detyra të rëndësishme të veçanta gjatë luftës. Agim Ramadani ndjeri që është tani hero, edhe ai ka qenë në shkollë bashkë me neve. Edhe shumë ushtarak tjerë. Fadil Demiri, Ramadan Gashi, e shumë tjerë, mos t'i potencoj gjithë. Gjafer Gashi, një kapiten, një njeri i jashtëzakonshëm. Edhe, do thotë, frymëzimi ka qenë në kontinuitet. Përveç asaj keni pas edhe drejtorin general? Po, aty ka qenë po edhe generali Ramiz Abdyli, po, ka qenë ai cili faktikisht na ka shpëtuar shpesh kur na ka marrë sigurimi sekret ushtarak. Ai ka qenë një ndër, do thotë, meritor cilët sa do pak kemi shpëtuar për aty në arrestimeve, dhe dënimeve të mundshme, disa janë dënuar kështu me radhë, që kanë qenë më të mëdhenj, më të pikur, si Naimi edhe këta kanë qenë, mas në si oficer kanë pësuar në Sloveni, por do thotë kjo ishte ajo frymëzimi i përbashkët dhe u shifte ai shpartallimi i Jugosllavisë dhe konfliktet që ishin atëherë, ne si ushtarak i dishëm ato. Kështu që ardhja ime prej Zvicrës në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do thotë nuk është një moment që nuk kom vendos aty, edhe kom ndru mendjen, pa e ka qenë kontinuitet që duhet të përgatitemi. Ku edhe do thotë shfrytëzoj rastin se s'kom folë për këto tema, s'kemi pas një emision, edhe pse kom pas intervista të ndryshme në Kosovë këtu. Do thotë, ne si ushtarak që ishim larguar nga ushtria, nga armata jugoslave, atëherë kishim dezertuar në vitet 90-ta. Do me thonë, bashkëpunimi ndër shqiptarët në Jugosllavinë ka qenë jashtëzakonisht nivel lartë. Ka qenë gjithmonë, kemi qenë në grupe të caktuara të qëndrueshme dhe kemi bashkëbiseduar për çështjet interesave tona nacionale, shqiptare dhe ashtu i kombëtare të Jugosllavisë, që ajo nuk ka qenë vetëm e rastit tek asnjëri, por ka qenë kontinuitet i bashkëpunim i grupeve të caktuara të ushtarakëve, kur kemi pas besim tek njëri tjetri, kam fjalën. Edhe sa i shumë në armatë, por edhe kur dulim për armatës, mas në drejtë, sigurisht do të kalojmë gjatë temës, gjatë pyetjeve që do të shtroni për organizimin tonë përbashkët. Thyrja e Jugosllavisë, fillimi i luftave të padrejta, komunitetet gjithmonë filluan mu shpërnda, mu largu prej ushtrisë, ju vendost me shqiptarë që t'i largoni asaj ushtrie, edhe ju u kthyet për të vazhdo pastaj për në Shqipëri dhe drejt Zvicrës. Shqeni me vetë faktin që momentin e fillimit të shpartallimit të Jugosllavisë, vitet 90-ta, burimi i shpartallimit të Jugosllavisë ka filluar në 81 në Kosovë, na kemi qenë, nësot gjithë informuar edhe pse kemi qenë në akademi në shkolla, edhe aty është pa do të qartë se ka po shkon do të procesi dhe vitet 90-ta fillon shpartallimi edhe sikur që filluan në Kosovë, 89-ën me lëshue policia edhe shumë, do thotë, me lëshu detyrat, me lënë punën për represionit sërb edhe të padrejtave që kanë bërë, do thotë, njëkohësisht ai ka reflektuar të gjithë ne që kemi qenë, pa marrë parasysh ka qenë në ushtri apo ka qenë në detyra tjera, në ish republika, kudo që kanë vepruar shqiptarë, do thotë, ata cilët i kanë vrejt to, kanë fillu mu distancu dhe me u tërhik, kështu që edhe neve ushtarak u largum, dezertum të quja ashtu edhe dulëm diasporë në Gjermani, Zvicër, Austri, dhe pastaj në vitet 91, në fillimet 92, kemi filluar riorganizimin e ushtarakëve në diasporë. Po të kthehemi tek ju kaluat, u larguat nga ushtria ju personalisht, kaluat në Shqipëri. Po, unë kam kalu për mes Shqipërisë, kam ardhë. Shqipëri kam kalu, do thotë, faktikisht kam kalu Shqipëri nga Labonishta në Maqedoni, mes natë kam kalu, do thotë, në vjetor të natënites, në ora 3 mëngjesit. Do thotë, me 3 vjetor, kam hynë në fshatin e Rajës në Shqipëri, pastaj prej fshatit kam kalu me transport ka mëngjesi që kam rri atje,
me disa shqiptarë cilët ishin fshatit, që më kanë orientuar, dhe kam dalë atëherë ishin furgona i quishin, edhe me furgonat kam shkuar në Tiranë, kam shkuar te Sejfullah Nenaj, një njeri që nuk të harroj kur. Faktikisht ilegalisht kam dalë, sepse neve s'kemi pas dokumenta civile. Vetë dezertimi do të thotë që s'ka pas në mënyrë të rregullt. Po dhe identiteti jonë ka qenë përmes le të njoftimeve ushtarak. Ne nuk kemi pas një Jugosllavi si ushtarak, nuk kemi pas le të njoftim civil, po kemi pas ushtarak. Kështu që Shqipëria ishte në tranzicion dhe faktikisht pasaport nuk kishim si ushtarak, kështu që unë e shfrytëzova rastin me shku te Sejfullah Nenaj në Tiranë dhe aty najta 27 ditë. Më trego pak për çat familje konkretisht dhe ambientin që ishte një Shqipëri. Sejfullah Nenaj edhe shqipja bashkëshortja e tij me 2 fëmijë Sonilën dhe Sokolin që ishin të vogël atëherë, do thotë kishin një lidhje familjare me këtë familjen Llabonisht, Ibrahim Llabonishtes, një ballist i vjetër, një ballist cili kishte nam në atë pjesë të Maqedonisë, dhe përmes tyre edhe do thotë babës të bashkësortit tim që kanë qenë miq edhe shok të kahershëm të dytë ballit kombëtar. Dhe ky më orientoi te Ibrahim Llabonishta. Ibrahim Llabonishta i kishte miq ata qysh në kohën e mahershme të Shqipërisë dhe kishin filluar atyre muajve, ditëve ta quaj pas që Shqipëria filloi me ndru sistemin dhe kishin filluar kontaktet familjare, kështu që nga Ibrahim Llabonishta mora adresën tek Sejfullah Nenaj. Dhe Sejfullah Nenaj, familja e tij do të thotë ishin në një gjendje, ai është artist me profesion dhe kushtet ishin shumë vështira në Shqipëri atëherë. Ishte do të thotë edhe ushqimi ishte me triska. Do të thotë çdo gjë sa antar të familjes i kanë aq do të thotë ju ndajshin vezë, ushqim, kështu me racione ditore. Kështu që te Sejfullah Nenaj me një do të thotë standard till me kushte të tilla të vështira, kam pas një pritje të jashtëzakonshme që nuk do ta harroj kurrë. Isha ajo periudha kur vendose të largohesh nga Kosova në atë kohë? Ka qenë periudha, është e rëndësishme për gjeneratë dhe ta kuptojnë një punë që të largohesh nga një institucion jugoslav në qatë kohë, krejt familja o persekutoj ke. Ndërsa jo oficer të dasht, po them jo oficer për arsye se ka qenë një numër i madh oficerëve që u dasht me marrë një vendim të tillë sikur na ju që keni marrë në atë kohë. Si ishte, çfarë fuqie ja u dhëike në atë kohë dhe çfarë ndjenje kishin kur e dishi që një numër të madh të familjes përfshi dhe gruan edhe fëmijën, Leopardi ka qenë i lindur atëherë, që si hakmarrje ndoshta do të duke mos mujt të gjetur juve, do hakmirën ndaj familje, që ka qenë një vendim jashtëzakonisht i rëndë për gjithë oficerët asaj kohe. Po shiqoni, unë po flas personalisht për veten time, vendime të tilla më marr është shumë e vështirë, sepse të jenë mes dy vendimeve të rënda. Edhe ta zgjedhësh një vendim më të lehtë se vendimin më të rëndë. Në rast se unë vazhdoja të mbetësha këtu, unë patjetër do të kyçsha për me rezistue, jo më udhëzuar. Për me rezistue dhe mos më udhëzuar, pasojat familja do të kishte më të mëdha. Kështu që në mënyrë të heshtur, derisa ta zbulonin ata, unë e shfrytëzova rastin që s'paku familjen e ngushtë. Ta organizoj mbrana muajit që kam dezertuar për me mu bashkangjit në Zvicër, ku atje jemi takuar. Do të kjo ka qenë vendimi më i lehtë prej vendimi më të vështirë, sepse vendim të lehtë nuk ka pas. Do është vendime marrëzisht ju kaluat në Zvicër nga Shqipëria, si e përjetuat ambient të ri të marrë parasysh që ke qenë një sistem ushtarak i cili gjithë shkafën e ke pas të organizuar. Po, unë kom pas fatin që vllavi i bashkëshortës Agroni ka qenë në Zvicër atje, dhe me aeroplane dytë ta quaj, sepse kam pas vështirë të kaloj prej Zvicrës, sepse nuk kisha pasaport. Po. Që më organizoj Agroni atje prej Zvicrës dhe ma solli një pasaport, ashtu si e kom pranuar dhe në intervistim gjatë azilit Zvicër, ka qenë pasaport i falsifikuar. Ka qenë edhe mja mundësi, faktikisht. S'ka pas mundësi tjetër. Faktikisht me aeroplanin e parë që ka fillu me fluturu Zvicër Tiranë, për herë të parë që
ka pas fluturim, do thotë në aeroplanin e para Agroni ma ka sjell pasaportën me 27 dhjetor në Altenitës edhe prej aty do thotë me aeroplanin e dytë ka qenë ai të martën ka ardhur Agroni, të ajtën kemi fluturuar për Zvicër, do thotë edhe që është interesant me ne janar 2002 u bënte me viza, mos mundte me hy askush në Zvicër. Kështu që ka qenë i fat do të thotë në gjithë këtë rrugtim që 3 ditë apo 4 ditë ta them para se të fillojnë më kufizue mundësia për lëvizje. Lëvizjet, po, atëherë unë kam arrit, kështu që nikosisht fati tjetër ta lidhë dhe këtë, edhe bashkëshortja Bukuria me Leopardin prej Shkupit fluturojnë, do të thotë me 30 nitin, një ditë para se me u bë vizat edhe ky ka qenë ai bashkimi familjar. Zvicër, cilën pastaj keni rrugtim në Zvicër atje, përveç ambientimit, nikosisht aktivitetet tuaja me kolegët, me qeverinë në Exil, me të gjitha institucionet që ishin të formuara për të riorganizuar përgatitjen për luftën që po unë kisha kolegë cilët kishin shku ma përpara në Zvicër, edhe që i njefsha dhe isha në kontakt të Zësri Lekaj që ka punu një kohë në qatë me mua në Kumanov. Kur themi kolegë? Një ushtarak, po. Kolegë ushtarak, po. Dhe rash në kontakt me gjithë atje, dhe kështu që me takimin e parë, vetëm ata kështu fillu organizimin e përbashkët, ku si koordinator nga atëherë Ministri Mbrojtjes Nik Gjeloshi, në qeverinë e përkohshme, kishin caktuar Agim Mehmeti, një ushtarak, ish ushtarak tani i lirë, para ca vite ka ndru jetë, një njeri shumë i respektuar, një ekspert i lartë ushtarak, ku nga aty tonë kam fillu kontaktin me koordinatorin, Agim Mehmetin, Zëqi Lekajn dhe kam taku pastaj Agim Ramadanin, gjithë këta kolegë që i kom njoftuar nga Zagrebi, dhe nga do thotë vitin 1992 që ka filluar, isha edhe në procedurë të sistemimit në Zvicër, ta quaj administrativ. Edhe do thotë në shkurt të vitit, në fillim të shkurtit të vitit 1992, vetëm u identifikojshin gjithë ushtarakët nga qeveria e përkohshme përmes koordinatorit Agim Mehmetit dhe Zëqi Lekaj që ishte bashkëpunëtor me Agim Mehmetin, do thotë në udhëheqjen e grupit tillë ushtarakëve filluam të dhëmë betimin me shkrim. Ku çdo ushtarak e ka dhënë betimin në rast se fillon mobilizimi, do të i përgjigjet dhe atëherë thirrjes për luftë. Thirrjes për luftë. Masat e kemi folur gjatë kohës, mund të bisedojmë, kemi filluar non-stop kontakte të përbashkëta. Shumë ushtarak që u takonim në Cyri, zakonisht kanë qenë zyret atje. Shpeshherë ka qenë edhe një zyre Ligjës Demokratike të Kosovës atëherë që ajo na organizonte atje. Ka qenë si lloj umbrelle në farforme për. Dhe kemi pas kontakte të përbashkëta, kemi pas kontakte grupore për përgatitjen e një mobilizimit të përbashkët, institucional ta quaj. Kështu që ka pas në kontinuitet ka pas aktivitete derisa dhe momenti filloi lufta dhe filluam të kyçemi. Fillimi i luftës në Kosovë dhe lëvizjet e para, ju ishin përgatitur si për vizitoj unë Zvicrën 2-3 herë vizitoj dhe bisedojmë për ato çështje nga një herë kur u vrejke që juve faktikisht kishi filluar të mobilizoni për këtë përgatitje. Si ishte opinioni i diasporës në atë kohë, që nuk ishi kyçën drejt për drejt në informime se në çfarë forme po përgatitni, edhe sa kishi ju përmes koordinatori lidhje me qerdhe tjera të tashmoshtrisë ligjëtare të Kosovës, në komunikim se çfarë forme apo kush do shkojë i pari, i dyti, i treti me radhë, kështu sipas. Në periudhën që potencova nga momenti kur kemi filluar zyrtarisht me dhënë betimin edhe me orientuar gatishmërinë për me kyç luftës, neve kemi filluar si ushtarak të bashkëpunojmë se si do të krijojmë, si do të zhvillohet lufta, si do të ka mundësi, sepse ka qenë, për ushtarak ka qenë shumë e vështirë me perceptue strategjinë
të një vendi të okupum dhe të shkosh nga jashtë me struktura dhe ka të furnizohesh me armatim, edhe si ti bëjsh thyrjet e hekur tash i ka pas kufeve, në veçanti me Shqipërisë, neve kishëm vetëm mundësi me Shqipërinë, përmes Shqipërisë me bukysh. Dhe kanë qenë ato vështirësi, por opinioni këto nuk i ka ditë për arsye se neve kemi pas takimet mbyllta, edhe kemi pas takime cilat është punu shumë në harta topografike, në njësise që do të krijohen, në pikat strategjike që do të thotë ushtria dhe policia jugoslave ishin përqendruar në Kosovë veç. Dhe ka pas shumë aktivitete profesionale të cilat shumica prej tyre kanë me në letër ta quaj për arsye se ndryshoi komplet kyçja, metoda edhe patën disa frikime në mes të ta quaj institucioneve të cilat i formoi qeveria përkohshme për me që quhenin FARC edhe përmes ushtrisë shqiptare të Kosovës, grupe të cilat ishin krijuar në Kosovë që kishin filluar aktivitetet. Ishte vështirë të identifikohet kush po organizon dhe sa është e sigurt që ato grupe janë të vërtet sakta apo janë të inkriminuar për me i dhënë kohë tjetër. Kështu që kanë qenë probleme të cilat ato kanë reflektuar shumë në aspekt organizimit përbashkët që njësive që veç ishin vullnetare në Kosovë dhe ishin kyç, edhe gjitha e luftë ka qenë luftë ma shumë ta quaj guerile. Është filluar në mënyrë guerile dhe pastaj ka filluar duke u kriju njësitë dhe aty ka qenë ai problemi më i madh, cilin e ka pengue atë organizimin e mirëfillt të një ushtrisë kompakte e cila do të shkonte në mënyrë sistematike edhe tamam në bazë të hierarkisë ushtarake që kërkon, edhe të jetë në aspekt institucional. Qeveritar në atë kohë që ishte. Qeveria përkohshme në ekzil dhe një pjesë me presidentin rrugova ishin në Kosovë, kështu që ishin disa probleme që neve ushtarakëve na qiqin hamendje se si do të vepruhet. Po megjithatë, kjo ishte realiteti. Tek momenti kur vendos që është koha tash të i bashkangjitni drejt për drejt luftës. Po ishim neve ushtarët atë marrim takime dhe filluam të organizohemi, ka qenë një shoqat Aliajeti në Zvicër, ku aty u takonim, dhe aty kishte njerëz që ishin edhe të kyçur, e kam fjalën përmes mekanizmave ndryshëm, informacionet që dhani. Dhe aty kemi filluar dhe jemi përgatitur disa ushtarak vendosëm në fillim të vitit 1999, kur vetëm filloi organizimi i mirëfillt edhe i forcave të armatosura të Kosovës që vepronin edhe krijonin strukturat, por njëkohësisht edhe ushtria shqiptare e Kosovës duhen sipërfaqe dhe e kam fjalën brenda Kosovës që u zhvillonte lufta dhe pastaj kur i identifikuam gjitha këto, ne vendosëm me ardhur 3 autobusa. Kemi qenë disa ushtarak, nga gjitha ata ushtarak do nuk erdhen, arsyet ishin të ndryshme të tyre. Kështu që 2 ushtarakun edhe Agim Gagisa me 3 autobusa të ushtarë vullnetar, filluam prej Zvicrës përmes Italisë. Edhe unë në atë moment, para se me ardhë, edhe neve duke me bo pasaport për me dalë prej Zvicrës, sepse ende nuk i kishëm statusit e rregulluar edhe tash më do ta potencoj këtu që kom pas kontakte edhe me Ismet Abdullahun, i cili ka qenë drejt për drejt prej fillimit në bashkëpunim me Zahir Pajazitin dhe non-stop ai prej Zvicrës, i ka bë organizimet bashkë me Zahirin, e kam mbështet Zahirin përmes Shqipërisë. Dhe kështu që te Ismet Abdullahu Ismeti ma ka siguru një pasaport Kroacisë, edhe përmes atij dokument me këtë strukturën që potencova 3 autobus që kemi qenë, jemi nisë, por unë tonë kohën, kur kom filluar në fillim vitit 98, në fillim të marsit, organizimi ka qenë i tillë sa që unë nuk i kam njohur në Kosovë, se vitet të tëra, 8 vite pa ardhur në Kosovë, pa i njohur strukturat e njerëzve dhe kush si vepron, kush është udhëhec,
çfarë backgroundi ka ai udhëheqës komandant ta quaj iniciativit për kasë, dhe kështu që kam rënë në kontakt me kolegun tim, bashkëfshatarin tim, Nureddin Ibishin, ku në atë kohë ishte në zonë operative të Llapit, dhe isha non-stop kontakt me Nureddin Ibishin. Që edhe ka qenë nivelin profesional, ka qenë shumë. Sigurisht, ai edhe si ish një ta quaj polic që ka kryer akademinë në Beograd, një iniciative speciale që ka qenë atë kohë të Jugosllavisë, me një eksperiencë jashtëzakonisht të madhe, po njëkohësisht ato e kam shok edhe prej 1984-s, edhe jemi njoftë, edhe përpara, dhe kështu që me të kam qenë në kontakt për më ardhur me ju bashkangjit në pjesën e Llapit Gollakut, ku më njefshin njerëz dhe ku më isha me vepru në bazë të performancës time, profesionalizmit tim ushtarak, por edhe sigurisht njefshin rajoni atje dhe kisha veprimtarin më të kyçen më të shpejt edhe afër kufirit, që ka qenë shumë e rrezikuar. Po, e kështu që por me atë desha vetëm diçka të skeres për po të pyeti ty, po ju pyeti juve konkretisht, po gjithmonë kur ju pyeti juve në disa çështje, mendoj që çdo njeri që ka qenë në nivelin tonë, u dashur me marrë një vendim të tillë. Qysh ishte ai momenti kur përgatitjet e këto gjitha ishin hartimet e ndërsa ai momenti kur ti u dashke tash me shku tek autobusi me hypër me Nisane, edhe u dashke mu përshëndet me gruan tonë dhe me djalin tonë që Leopardi ishte 10 vjeçar në atë kohë. Po që ato janë raste Po ta kërkat ndjenjën personale, përveçse se ka një herë na dim me menduar që njeriu i profesionit është detyrë e tij, apo jo domosdoshmërisht që ai ka ndjenja dhe ka shpirt dhe ka çështje të tjera, të cilat jo gjithmonë shpirtnisht po i përjetojnë. Ta them të vërtetën, o kam punuar një kohë të gjatë që nuk e ka ditë as bashkëshortja, djali mos them se ka qenë i vogël, 9 vjeçar ka qenë. Po kam punuar rregullisht për me i plotësu disa kushte familjes aty, për me se e kam ditë që një ditë duhet dhe luftë, sepse kur e gjithë Jugoslavia do thotë u shpartallu në formë tillë, dhe Kroacia si një republikë shumë e fuqishme nuk shpëtoi pa luftë. Lufta u partë në Bosnjë dhe do thotë ishin do thotë gjitha parametrat që do të fillon edhe në Kosovë. Ishte edhe obligimi imi moral, profesional dhe nacional, kombëtar ta shuaj të vit apo sa do pak një mbështetje profesionale. Atëherë do thotë i kam përgatit, po megjithatë vendimi për ardhje do thotë e kanë ditë 4 ditë përpara, bukuria. Ato janë vendime të rana, po megjithatë për idealin për çka do të nisesh dikun, do të ta lehtëson, por edhe kam pasur mbështetjen shumë të madhe nga bashkëshortja, do të bukuria, që me ardhë që është një ndihmë shumë e madhe, do të ta quaj moralisht edhe shpirtërisht, edhe kështu që e kam te kalu ato, ta quaj kështu në mënyrë ma të letë, edhe pse nuk është të letë, është shumë e rëndë, ta lejsh familjen, dhe se aty po shkon luftë, nuk po shkon në një shetitja, apo në një vizitë në vende tjera, po megjithatë ka qenë vështirë sepse me Leopardin momentin kur u nisa do të ta i lunte atje, edhe nuk është e lehtë do të thotë. Kalojmë tash tek arritja juaj në Shqipëri. Po është interesant, na kur rrugtu me autobus, do të thotë përmes Italisë në Bari, do të thotë deri në në pjesën para se mu fut në Bregdetin shqiptar, kom qenë në kontakt me Nureddin Ibishin, rregullisht kemi qenë në kontakt. Edhe pastaj më hupen valët, po kur mbrenëm në Durrës, atëherë ka pas na kanë prit disa njerëz që kanë qenë Zvicër, edhe që ishin lidhje me këta, por kur mbrenëm aty kemi pas disa mosmarrëveshje me
me strukturat e ne nuk e dinim kush prit atë. Atëherë nuk i dinim atë cilat janë problemet në mes farkut edhe në mes strukturave tjera që udhëhesin Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Të më thonë ato fërkimet veç që aty u Fërkimet vrejten. aty edhe erdhen edhe policia ushtarake, disa ushtarak Shqipërisë edhe me njëherë pyetja ishte a jeni për me shku në FARC, a jeni për me shku në UÇK, do thotë ajo ka qenë për mua një goditje shumë e madhe dhe aty kum pas pak një problem me ata ushtarak, sidomos Shqipërisë. Edhe sepse ushtarët nuk e dinin këta. Edhe do thotë e të i kalum atë farë problemi. Kur tu ushtarët e ki fjalën ata që ishin bashkë me juve që Po, të ata Zvicrës. që ishin me neve, do thotë ushtarët që ishin me neve, edhe na që ishim ushtarak, do thotë problemi ishte që këta ushtarët nuk i dishin ato probleme, edhe neve na shifrin si udhëhec, ta quaj, të atij grupit, do thotë ta quaj prej 3 autobusës, ta kanë me qenë 9 vetë, 10 vetë, ashtu. Edhe, do thotë ky e të i kalum ato, për arsye se unë nga natyra e kam tillë, sa që me ata ushtarak kur bisedova, thash orientimi i tyre do të jetë në bazë të planifikimit që kanë bërë këta, janë të gjithë Kosovës, të rajonit Kosovës dhe mbaret kush me kanë shkon, nuk është grupe organizuar që të futet ushtarakisht kështu si është. Po. Por kemi ardhur bashkë për me orientu dhe i të i kalum ato, pastaj unë me të regu drejtën të nej, u shpërndom aty kemi nejt një mbromje në një restoran, ta që i motel, Drenisa, që unë të aty që u bledhëshim, prej jashtit, edhe i 300 njerëz aty. Edhe aty, pastaj unë e kam shkue, e kam vizitua familjen e cila më ka prit kur kam shkue në natë e nitën, vetur, edhe atë natë kam nejt aty, të nesët kam shkue, kam vizitua farkun ku ishte në atë farë laprake, një mora informacionet, ku i kisha dhe ushtarak kolega tje, edhe për i Zagrebit, që i nifsha Gjafer Jashari edhe disa tjerë. Dhe i mora disa informacione se si funksionojnë atë, si janë. Dhe Gjafer Jashari bile më shërbeu me disa materiale logjistike, që i kishin bo në kompjuter në disket që në rast se mbyjnë në zonë operative të llapit për hartim të strategjisë logjistike. Zonës llapit ti kam me veti për arsye se ato literatura janë të ndihmojnë shumë në aspekt të organizimit të mirëfillt të një tash promotorit, mekanizmit promotor të ushtrisë që është logjistika. E kështu që nga aty pastaj takova edhe në Shajp Mujen dhe disa tjerë që i nifsha për para, edhe këta vëllezrit muja që ishin Zvicër, edhe ishin antarë shoqatës Alia Jeti që potencovan Zvicër, dhe bashkëbisedum aty dhe pastaj unë ju tregova, do thotë unë jam në kontakt me zonë operative të llapit, me Ruderi Bishin, që kam kolegë dhe kam plana ndej me shkue, me rrugthu këtyne ditëve. Atëherë ata më thirrën dhe u takuam me këta udhëheqësit gjithë aty ku ishte edhe Azem Syla dhe shumë tjerë që ishin në qeverinë e përkohshme që ishte krijuar. Dhe thanë juve si ushtarak i kemi informatat, është mirë ta merrni detyrën zonës për çështje ushtarake e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, gjithë mediat edhe televizionet botërore janë largu prej Kosovës. Edhe kanë ardhur janë përqendruar në veri të Shqipërisë të Kokës, edhe atje do të mojtë konferenca. Dhe atëherë u caktuam unë zëdhënësi i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës për çështje ushtarake dhe Gani Syla, do thotë tani i ndier një njeri jashtëzakonshëm, zëdhënës për çështje civile, dhe aty të na u vendosën na transportuan në Kokës, shkuam atje ku ishin përqendruar në hotel Gjallica dhe mediat dhe aty filluam, pastaj fillova me detyrën e parë si zëdhënës i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës për çështje ushtarake. Ju keni kaluar një periudhë në Kokës në bashkëpunim me gjitha strukturat atje, përgatitje për thyrjen deri në përgatitje për thyrjet kufinit. Me për shumë pak pozitën tënde, edhe si koordinohesh, edhe cilët ishin ata njerëz që drejt për drejt bashkëpunoheshin me ta edhe organizohesh me ta përveç komunikimit me media dhe natyrisht kontakti me ndërkombëtar që i ke pas shumë. Po atëherë do të thotë
Pas periudhës cilën e potencova që isha zëdhënës, do thotë edhe kishin fillu bombardimet e NATO-s, edhe kishin fillu operacionet e NATO-s, u mor vendim me vendimin e Ministrit Mbrojtjes atëherë Azem Sylës, me një shkur, do thotë, me një prill 1999-s, do thotë u krijuë struktura komanduese e operacionit Shigjeta, ku udhëhec të komandanti i shtabit përgjithshëm të operacionit në fjalë, të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, u caktua ushtaraku Biçim Zërapi, kolonel, ishte me gradë atëherë dhe me vendim që u caktua komplet struktura komanduese ku në kuadër të komandës dhe shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në fjalë, do thotë në kuadër të strukturës, atëherë mu me vendosën shef i armatimit edhe municionit për operacionin Shigjeta të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në kuadër shtabit përkatës. Dhe atëherë njëkohësisht edhe shefi teknikës ushtarake, që i mbuloja këto dy, kolonel Mark Shala ishte për logjistik dhe shumë kolegë tjerë, zavendës komandant për operacione në kuadër të shtabit në fjalë, u caktua një kolonel Shqipërisë shumë i aftë, Spyro Butka, dhe struktura tjetër, që mos t'i potencoj tani gjithë, sepse është ai vendimi edhe publik, është mund të shife do të komplet struktura dhe operacioni së është zhvillu, sepse ajo operacion ka qenë jo vetëm për thyrje të kufirit, por operacioni ka qenë do të thotë thyrjen e kufirit, por njëkohësisht futjen në të gjitha zonat me i mbështet me njësit të ndryshme, cilat kanë qenë shumë mirë përgatitme edhe shumë të profesionalisht trajnume për me veprue, edhe me një hierarhi ushtarake vërtet që janë mahnit edhe shumë ndërkombëtar, edhe media kur i kam pa do të thotë në rrethana të tilla, se aq shkurt me një vullnetarizëm, se ka qenë ushtri vullnetare, ka qenë ushtri mobilizuese shtetërore e obliguar, kështu që edhe të arrihet për një kohë shkurt të organizohet në mënyrë tillë, do të thotë ka qenë vërtet për çdo lavdat. Edhe fillum faktikisht edhe kjo strukturë që potencova në kuadër të shtabit përgjithshëm me mësu me rregullat luftës. Do të thotë si janë rregullat e luftës, me u sqaruar që me pas sa më pak incidente edhe shkelje të rregullave të luftës në bazë konventave, do të thotë Zhenevës 49, të cilat ka qenë kohë shkurt me i botë gjitha, por megjithatë është ka qenë një hierarki. Projekti si projekt ka qenë mirë i organizuar. Ka qenë jo mirë, por ka qenë shumë profesional. Do të thotë edhe sot e marrin e studiojnë shumë ushtarak të huajt edhe shohin komplet do të thotë struktura e njësive taktike që zhvillohen, cilat kur do të me vepru, se ka qenë çdo gjë e planifikuar profesionalisht ushtarakisht. Në fillim të thatë kur arrit Shqipëri pat probleme për arsye se ishin dy fraksione. Si arritën të bashkomunikojnë deri se me sa e mbaj menu, bashkohen që përgatitja për sulmin Shigjeta ka qenë thujse e unifikuar mirë. Dy palë për intervenimet për bashkë dhe ndarja e provojave. Po, gjitha këto mos marrëveshje që kishin ndodhur më përpara dhe ndodhin në kontinuitet, do të thotë fati ishte që neve ushtarak në kuadër të operacionit Shigjeta, Biçim Zërapi dhe të tjerët, i njefshëm ushtarak të strukturës tjetër. U njefshëm neve ushtarak, ta quaj fraksionet që i quajte, edhe unë kam pas rastin të shkoj në emër të shtabit përgjithshëm, do të thotë, të bashkë bisedoj me strukturën e Farkut, që ka qenë e sistemuar edhe ajo atje, edhe ka qenë në Kolsh, një vend ku aty ka qenë edhe si shefi shtabit Ahmet Alishani, saktuar prej shtabit Farkut që ta quaj prej Tiranës atje ku rrinin në thanë Laprak, edhe faktikisht e arritëm një bashkëpunim për me do të thotë i bashku forcat edhe më fut në kuadër të operacionit Shigjeta gjithë me veprue pa dallim edhe me i thyja të fraksione ku vetëm aty filloi një lloj bashkëpunimi edhe
mund të them që ka pas mosmarrëveshje, është shumë normale, mosmarrëveshje kemi pas edhe brenda nisive që nuk kanë qenë fraksione, po kanë qenë, është shumë normale që në rrethona të tilla, me shpejtësi që është përgatitur të ketë shkuptime, të ketë për shembull po bjen në një rast në një nisi kur u fut në front mbrana 12 orë në u vranë nën vet, do të thotë, edhe pastaj ajo me të vranë nën ushtar është krijon krizat mbrapa. Krijon kriza, krijon konflikte, krijon do të thotë janë problemet të natyrës normale që në gjitha betejat e në ushtrit më moderne do të thotë ka mos pajtime, ka çështja e metodave, po, gjitha ato ndikojnë, po megjithatë unë për veti nuk i shoh ashtu sikur që i kam dëgjuar shumë kolegë të mi që i elaborojnë, por për mua është shumë normale për arsye se profesionalisht edhe ushtarakisht unë e di që edhe na ushtarakët e dim që ato mosmarrëveshje mund lindin, por nuk janë të patejkalueshme. Po. E kështu që fati ka qenë që kemi pas bashkëpunim me ushtarak do të thotë të fraksioneve që i quajtë ashtu, edhe kemi arrit me integrua dhe me pa vetëm një qëllim caktuar se si do ta zhvillojmë këtë operacion, edhe të jemi të suksesshëm në raport me misionet dhe detyrat cilat i keshëm si ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe me një anmik ta shohim përpara që ishte anmiku do të thotë Serbo-Jugoslav ta quaj ushtarak apo policor që kanë qenë gjithë ato risit këtu, dhe qëllimi ishte me edhe popullatën sa më shumë me mbrojt, sepse atëherë filluan ta bëjnë pastrimin e Kosovës, do të duket mirë edhe me front, edhe me kampet cilat u duket me që ardhin këta tjerë për me i sistemuar këtu organizatët ndërkombëtare dhe me i pasën kontroll çdo gjë, sepse përmes tyre u hoqin edhe shpionazhe, u hoqin edhe tani na depërtojshin njësi. Edhe kemi pas do të thotë ka pas vështirësi të mëdha në atë kohë. Them sinqerisht unë shpesh i them njerëzve më vështirë ka qenë atë dhe më rrezik e kanë aty në organizim të operacionit që gjitha me këtë ato njësitë, se që ke qenë në Kosovë, se në Kosovë ke mujtë me pasën kontrolë, s'ka mujtë me të futë çdo kush në njësi, kurse përmes refugjatëve, përmes ikjes popullatës edhe kërkojnë të nej vullnetar me hi, me të kyshti, nuk i njeh kush janë të nej, aty mundet të infiltrue lloj shpionazhi e kështu me radhë, që ka qenë në ato periudha ka qenë bagje ndjesht. Sepse ai ka përdorur edhe vazhdon gjithmonë të përdor ato luftrat speciale, të cilat janë shumë më të rrezikshme se lufta frontale, sa i futet brenda. Po. Do të thotë ka pas vështirësi të mëdha, po megjithatë ka qenë organizimi i tillë profesional nga ushtarak profesional, por edhe ata të cilët i kemi gjetë si ushtarak të luftës që janë kriju, por fillu me integruar ata dhe me i bindë sepse lufta nuk shkon në format tilla vetëm guerile, por do të shkon një organizim profesional, në bazë një hierarkie dhe në bazë një rregulli për me pas të thotë një betejë suksesshme, edhe me sa më pak pasoja. Ajo periudhë ishte edhe koha kur komunikimi i juaj konkretisht, por nikosisht si udhëheqësi e ushtrisë ligjërimtare të Kosovës, ka qenë jashtëzakonisht intensifikuar në atë kuptimin e shpejtuar në raport me NATO, në raport me tjera të organizatë ndërkombëtare që ka qenë në përkrahje të juaj si ushtrisë ligjërimtare të Kosovës. Çfarë forme keni komunikuar me ta, edhe çfarë nivelesh keni pas kontakt dhe sa ju kanë ndihmuar në realizimin e planeve dhe çfarë bashkëpunimi keni pas? Por që në momentin kur na kemi filluar me kriju operacionin Shigjeta, do thotë atë kanë qenë njoftën strukturat ndërkombëtare të NATO-s gjithësisht, Amerikan edhe të tjerë. Kemi pas bashkëpunim ngushtë për çdo aktivitet, çdo strukturë, çdo operacion që kemi planifikuar e kanë pa, edhe kemi qenë në koordinim të plot me ta. Kur thuam me ta, a keni emën konkret që ke pas drejt për drejt komunikime për çështjet? Emrat nuk i kemi dhënë. Nuk i dhënë, si administrator. Për arsye se kanë qenë njerëz që kanë ardhur dhe janë prezantuar krejtësisht me një emër tjetër apo edhe shumë e gjatë. Por me vetë faktin që kanë ardhur përmes kanaleve edhe tona të cilët për mudica ajo është faktikisht një ushtarak ta quaj apo një informator i cili ju ka dhënë informacione do të thotë avian ose edhe bazave tjera për raste të caktuara ku do ta potencoj vetëm një rast.
kur shtabi përgjithshëm ka qenë Agim Qeku në Kleçk me këtë strukturën e vetë, kanë qenë në rrezik mrena 2 orë me ra shtabi përgjithshëm, i kanë fut në rrethim. Edhe kanë thirrë tek ne, e Beslim Zyrapi, edhe ai ka ardhur Amerikani aty, edhe kemi dhonë koordinata të gjitha, edhe mrena 45 minutave, të thotë intervenimi ka ardhur prej avionit edhe kanë shpëtuar faktikisht. E kanë dëmtuar rrethimin që i kanë shpartalluar. Edhe faktikisht do thotë janë këto disa segmente, pastaj edhe një kur nxjinet apo nxjenin njësit tona rob ku janë edhe në media që shesin aty. Nasim Haradinaj bile e bjen edhe Dorzon ato, edhe bjen aty. Të arrestuam. Të arrestuam, po, të pa maltretuam, edhe i thrasum të këta të NATO-s, qëtësisht këta vinë edhe i marrin me helikopter dhe pastaj ata i vendosin ku ata e kanë pas, po me gjithat mi tregu botët se na nuk i vrasëm njerës që përzohen, po i trajtojmë. Që më interes e ke më shumë të është komunikimi ka qenë drejt për drejt dhe shumë... Komunikimi ka qenë rregullisht, kështu që edhe në disa operacione nuk na kanë leju me hy, për arsye të pjesës strategjike të përbashkët, edhe mos rrezikimit të popullatës gjatë kohës prezidentëse, se me momentin që ti shtyn forcat serbe në mbrapa, atëherë ishte mund të hakmarrën populatë apo mund të bëjnë krime kështu me radhë, kështu që ishte ai sistemi i koordinuar bombardimin nga ajri edhe neve nga fronti kështu, po me i majt në betejë, po mos me i shty mbrapa derisa do të thotë arritën me nuk dorëzu ashtu. Po. Armata jugoslave që u dorëzu edhe në Kumanove në shkruan kapitulimin. Do të deri herë kemi majt në një sistem tillë betejave. Si ishte raporti juaj me Agim Ramadanin dhe njerëz që faktikisht kishe studiuar në Zagreb me ta, gjatë gjithë kësaj të marrë parasysh që ata ishin pjesë e organizimit dhe bashkëpunimit? Unë nuk e kom pas fatin me taku Agimin në front aty. Fatkeqësisht çatë periudhën cilën na bashkëbisedon me bashkëvepruar gjitha njësit, edhe isha si zëdhënës i shqiptarët të Kosovës. Për çështje ushtarake, Agim Ramadani u vra, veç unë merr informacion të thotë me 11 prill kur u vra, edhe nuk e pata fatin me taku, edhe pse kemi qenë bashkë në Zvicër, kemi bashkëbiseduar si do të zhvillohen operacionet, ai patar një herë te në Tiranë, pastaj u kon kthy në Zvicër, pas të bisedu për shumë çështje të tema, po nuk e pata fatin të takoj, kështu që kjo ishte ajo. U dorëzua Serbia, unë shumë marrëveshja në mes generalit Jackson, edhe erdhë momenti që tash të futeni në Kosovë. Ku isha ai momenti kur faktikisht ju personalisht erdhë koha që... Po, neve ishëm ende në procesin e betejave që u zhvillonin. Edhe pastaj kur u mor informacioni se do të na shkruhet marrëveshja, neve nuk ishëm sigurt se do të na shkruhet marrëveshja. Ne vazhdonim të ishim gjendje të gatishmërisë, por megjithatë kur na shkrua ajo atëherë u dha urdhë prej shtabit përgjithshëm si gjithë operacioni shqiptar dhe shtabi përgjithshëm të futemi edhe u futëm në Kosovë edhe u bashkuam të gjithë dy strukturat komanduese nivelit më të lartë dhe u vendosëm në Prishtinë. E atëherë autoshkolla ka qenë përpara dhe në atë objekt u vendos shtabi përgjithshëm dhe nga aty të na i filloi riorganizimi i shtabit përgjithshëm. Dy shtabet e përgjithshme, ke fjalën ai i Kuksit edhe ky i Kleçkës. U bënën bashkë, operacioni Shizheta dhe i Kleçkës do të thotë u bënën bashkë, ai ishte një shtab, po ishte dy pjesë ndan. Po vetëm u bashkuam dhe u ripozicionuam edhe me detyra. Dhe kështu që nga ai moment do të thotë këtu në shtab përgjithshëm e mora detyrën shefi logjistikës të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe në ndërkohë me marrëveshjen që u arrit mes qeverisë përkohshme, përfaqësuesit special të Kombeve të Bashkuara dhe generalit Jackson për transformimin. Atëherë u caktova dhe barzë i marrëveshjes teknike ushtarake për transformim ku zgjati 3 muaj ditë.
deri në muajin nëntor. Sa ishte vështirë që faktisht atë armatim, atë përgatitje, ata ushtarë me krejt atë entuziazm që u kthyen në shtap përgjithshëm. Tash me fillua me u bë çarmatosja aty ndoshta edhe mu liru prej detyrave, të marrë parasysh që atë krenarin një farë forme ju ka vra një farë forme në qatë periudhë. Kur është bisedu për arritjet një marrëveshje stil, sigurisht shtap përgjithshëm janë marrë edhe mendimet e komandantit dhe strukturës që ishte në atë kohë, general Qeku, komandant, edhe bashkëpunim me udhëhecën politike të qeverisë përkohshme që ishte. Do të thotë, gjitha këto kanë qenë proceset më të vështira për me ardhur në një marrëveshje, por marrëveshja ishte detyruese për arsye të rrethonave të procesit më të tjeshëm të administrimit të Kosovës në aspekt civil ushtarak ndërkombëtar. Dhe si strukturë, sigurisht ka qenë e vështirë për me i bimë komandantët e zonave dhe njësitë e tyre dhe strukturën e përgjithshme dhe ushtarët se duhet armë të dorëzohen, ato armëve të ishin stërvjetruara, të pamirëmbajtura. Edhe kështu që e arritëm marrëveshjen edhe filluam të bashkëpunojmë me komandant. Një punë një ndër detyrë më të vështirë që e kom pas gjatë tërë kohës që po bisedojmë, ka qenë me realizue edhe me udhëheq transformimin teknik të ushtrisë qendrore të Kosovës, pastaj që e kësoj emrin trupat e mbrojtjes Kosovës, edhe ato ka qenë vështirë, por megjithatë me një mirë kuptim edhe me një bashkëbisedim me komandantët e zonave, me kolegë, me të gjitha dhe shtabi përgjithshëm, do të arritëm që t'i bindëm se duhet të riorganizohemi në një strukturë cilën të ardhmen do të jetë ushtria e rregullt e Kosovës, edhe që është e domosdoshme më u bë ajo. Me cilë të ushtarak të ndërkombëtar ke pas ma shumë komunikim gjatë qësaj periude, se natyrisht ata ka qenë të involvuar gjitha porët e... Generali Jackson, gjithë që është komandanti i KFOR-it në atë kohë, caktoi për transformim të ushtrisë shqiptare të Kosovës, trupa mbrojtëse të Kosovës e caktoi kolonelin Parsons, Anglia ka qenë, Mbretërisë së Bashkuar, ka qenë një kolonel amerikan, Scott Porter ka qenë, edhe ka qenë një francez, pa i ma shumë ka qenë një kapiten i cili bashkë me, sepse helikopteri ishte i ushtrisë franceze, që fluturon në mirë çdo ditë, 3 muaj ditë, do thotë çdo ditë kemi shkuar në zona edhe njësi tjera, do thotë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në tërë territorin e Kosovës, do thotë 3 muaj ditë kemi qenë non-stop fluturim për me transformimin, deponimin e armëve, ku do të jenë depot, çu do të sigurohen. E gjitha ato do thotë ka qenë një punë e mundimshme, por me këta 3 ushtarak që i potencova, në veçanti këta 2 ushtarak, edhe një major kanadez që nuk më kujtohet e Ameritina, por kryesorët ka qenë të KFOR-it, koloneli Parsons, që mas andej u gradu me general, brigade, kurse edhe ky koloneli Porter i ushtrisë amerikane, në atë kohë bile fillon të edhe bon stilin të rregullanin, ishte bashkë periudha kur fluturoni me helikopter e vizitonim edhe atë pjesë, atë hapësirë dhe na qaron të se si do të zhvillohet e ballë. Do të kanë qenë këta ushtarak të nivelit lartë që kemi bashkëpunuar ngushtë, ku kam edhe do të thotë fotografi të bashkëta që kemi qenë gjatë të turimit, ku kemi zbrit, ku kemi... Edhe ka qenë masandej edhe kur u bova i transformimi i suksesshëm të ashtu i përfundimtar dhe u bo depoja në duka gjenë atje, depoja qendrore armatimit, në gjitha llojet e armëve të rana që ishin atje, që ata u mahnin se nuk kanë besu që kemi pas na edhe armë tilla të rana, kur i panë gjitha ato, do të ka qenë generali Jackson, na priti komandanti i zonës Ramosh Haratina, Agim Qeku, isha unë edhe disa që të vizituam, kanë qenë mediat ndërkombëtare, CNN, krejt ato i pa të publikuar një transformim të suksesshëm. Edhe kjo ishte ajo procedura dhe detyra ta quajmë më e rënda që kam pas, se ka qenë vështirë me se e shifshin si çarmatosje, po nuk ishte ajo çarmatosje. Që në histori, faktikisht sa herë na kanë çarmatos, na kanë ramas shtëpinë, ndërsa kjo ishte një situatë komplet tjetër. Kjo ishte një tjetër, ishte me marrëveshje dhe ishte në një proces të... Në një mbikëqyrje krejtësisht. Po, në një proces të zhvillimit, edhe një qëllim përbashkët. Kjo ishte ajo.
Pastaj jo në trupat mbrojtës Kosovës, kaluat në pozitë tjetër. Po unë tash të potencoj, kur erdhë momenti i transformimit, përfundoj edhe erdhë momenti për me jabu emrin. Atëherë kishëm problem me emër, sepse neve në shtab përgjithshëm, agim qeku me të gjithë komandantët e zonave dhe shefat e departamenteve që isha, një ndërta dhe unë aty, kishëm problem për emër sepse insistonin të ne t'ja vujnë emrin diçka me mbrojtje civile. Ashtu thëshin i qishën. Dhe emra cilë emra që ja hup. Që i humpte komplet uniforma, nuk ishte të misionin për çka na kishëm. Transformimi u bo, po ne dojshëm ta bëjmë transformimin në një formë tjetër që mos të humbum petku në ushtarak. Pastaj patëm problem, ta thamë dë vërtetën deri në 6 mëngjes kemi flajt, jemi shty me Kforin, me General Jacksonin, me gjithë këta për ç'shmi janë bon, kishte aty infiltrime dhe tjerëve cilët nuk e donin. Jo angleze këta, po të ushtrive tjera që ishin në kodër. Cilit jo domosdoshmërisht e ka njoft Kosovën si... Edhe se ka njoft edhe nuk ishin ende miq. Po. Ende kishin, do thotë, ato interferimet e tyre politike prej qeverive tyne, dhe po fatmirësisht nuk ishin niveli më i lartë vendimarrës. Edhe pastaj u detyruhet të vjen generali Kllav, si komandanti i krahut jugor prej Avianos, erdh edhe në ora 12, 3 fjalika, po ne pritëm atë në shtab përgjithshëm, edhe ç'a është problemi? Problemi është ky, çka keni ju mendimin, na kemi trupat e mbrojtjes të Kosovës. Tha, kjo do t'jetë u krye edhe nga aty morë rrugtimin e duhur, pastaj aty punova në shtab edhe një kohë si shefi transportit të trupa e mbrojtjes Kosovës në shtab përgjithshëm, dhe pastaj më vendosen përfaqësues trupa e mbrojtjes Kosovës në shtyllën e 4 të Tuenit, që ishte Departamenti i Sigurisë Civile dhe Gatishmërisë Emergjente, ku ishin të inkorporuara në kuadër të atij departamenti, do thotë edhe policia, edhe trupat e mbrojtjes Kosovës, edhe gjitha njësitë e sigurisë, do thotë ishin gjitha strukturat e sigurisë të Kosovës ishin të inkorporuar në atë departament, edhe pastaj ai departamenti ku bashkëkryesues ishte Bislim Zerapi edhe një suedez Ronald Nilsson, që ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Kemi qenë në kontakt deri para 2-3 viteve, që lindroi jetë, do thotë ka qenë pastaj në detyra të ndryshme të mëdha të Ministrinë e Emergjencave të Sudisë, dhe kanë edhe Ministrinë e Emergjencave, kemi thotë ai na ka dhënë mbështetje të jashtëzakonshme për trupat e mbrojtjes së Kosovës, por edhe për njësi tjera të sigurisë, cilat apo struktura tjera të sigurisë që kanë qenë në kuadër të departamentit fjalë, edhe tonë aty nga aty filloi të krijohet zyra e koordinatorit trupa e mbrojtjes së Kosovës, ku ndom nga ai departament neve si trupa e mbrojtjes së Kosovës, edhe nga ai moment do të filluan ta marrin Mbretëria e Bashkuar komplet mbikëqyrjen politike dhe zhvillimin e saj, trupa e mbrojtjes së Kosovës, e cila zgjati 8 vite. Ajo zyre e luante rolin në krahazim me një shtet normal, Ministria e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes. Po, si Ministria e Mbrojtjes ka qenë, do thotë, ka qenë në nivelin e Ministrisë të Mbrojtjes, do thotë, si thon, mbikëqyrja e politikave zhvillimore, edhe do thotë dhënia e direktivave se si do të veprojë struktura e trupa e mbrojtjes së Kosovës nga komandanti, është sikur sot ta krahasoj Ministria e Mbrojtjes me Forcën e Sigurisë të Kosovës. Ajo është periudha kur filloi të profesionalizohet ajo që kish kaluar nga një ushtri e luftës në një ushtri kështu të mirë të organizuar që faktikisht të shërbej Kosovës si ushtri e rregullt. Çfarë trajnimesh, çfarë përgatitjesh, çfarë bashkëpunimesh, sa ishte intenzive ajo periudhë për juve konkretisht, që të filloni të krijoni një sistem që trupat e mbrojtjes së Kosovës të avancohen në përgatitje profesionale? Po, shiqoj duke pasur për bazë shtabin e përgjithshëm, trupa e mbrojtjes së Kosovës, i cili u bë me shumë ushtarak nivelit lartë, nga generali Qeku e në gjithë të tjerët që ishin një pjesë e madhe të tyre ushtarak të karrierës profesionist, filluan të hartohen politikat
në bazë misionit që kishin trupat e mbrojtjes Kosovës, periudhës saktume, ato të punojnë në mënyrë profesionale edhe pastaj me ardhin e ta quaj koordinatorëve ndërkombëtar nga Mbretëria e Bashkuar që e morën në mbikëqyrje komplet dhe stafi që ishom neve atë, do të fillon organizimi profesional i strukturave të reja, trupa e mbrojtjes Kosovës, pastaj gjitha ato struktura cilat u krijonin, u bo akademia ushtarake, u bon shumë për me i bo trajnimet e brendshme, edukimin e brendshëm ushtarak, por njëkohësisht edhe trajnimet që na vinin nga jashtë apo në bashkëpunim me KFOR-in dhe strukturat tjera cilat bënin trajnime, por edhe specializime të ndryshme që ishin individualisht ushtarak, nivelit lartë në sedit ndryshme të NATO-s, shtetet anëtare, cilat kum pas fatin edhe vetë shkoj në shumë trajnime të tilla të niveleve të larta, ta quaj bashkë niveleve general, apo ushtarak më të lartë, të graduar, kam qenë në Suedi, kam qenë në shumë vende tjera që NATO e organizonte. E kështu që trajnimet kanë qenë intenzive, ku produktiviteti i tyre u treguan në kalimin e të MK-s në FSK-s. Si ishte raporti juve, apo si ndërtove raportet në nivel të mirë me ndërkombëtar të marrë parasysh që kur vinë herë nga Britania e Madhe, herë Shtetet Bashkuara të Amerikës, herë Suedia, gjithëcili ka metodat e veta të punës. Jo domosdoshmërisht gjithmonë është lehtë të bashkëpunosh me ta në nivele të mira, cilat edhe lanë miqësi, po edhe profesionalizëm vlerësoheshme. Unë ju thamë me sinqeritet, unë nga momenti kur kam bashkëpunuar me kolonelin Parsons në transformim të ushtrisë shqiptare të Kosovës në trupa mbrojtje të Kosovës, por edhe me amerikanët nga ajo periudhë, do të kam pas gjithmonë kontakte edhe bashkëpunim shumë të mirë dhe profesional, kurse me këta tjerë, të thotë më kam bashkëpunuar, po gjithmonë duke i majt, do të thotë, objektivat e përbashkëta me anglez kur erdhen. Do të se unë si mbikëqyrës e kam pas, gjithmonë e kam pas koordinatorin ndërkombëtar, që ishin general të anglez. Edhe nga i moment, do të thotë, e gjitha struktura që aty punonte, kishte edhe të Suedis, kishte edhe të Danimarkës, kishte edhe të shteteve tjera, që ishte si UN ishte ajo zyre, sepse ishte në mbikëqyrjen e përfaqësues special të Kombeve të Bashkuara, jo përfaqësues special, sepse ishte në kuadër të UN-it, po punonte në këtë zyre. Dhe faktikisht gjeneralët anglez, gjithë që kanë qenë koordinatorë, se Anglia ka pas, Mbretëria e Bashkuara ka pas prej 2000-s deri në 2008-ën mbikëqyrjen edhe zhvillimin e trupave mbrojtje të Kosovës. Cilët jo domosdoshmë kanë ditë gjithë çka bojmë ne aty, sepse ajo bën një përgatitje intenzive, graduale në përgatitje të ne shpallës pavarësisë të Kosovës që të kalon në një ushtri të Kosovës. Edhe këto është punuar, do të thotë, shumë gjëra të cilat nuk i kanë ditë, ne i kemi ditë, shtabi përgjithshëm i ka ditë, politika në nivel lartë, vendore, i kanë ditë. Si ka qenë raport me politikën e lartë, nivelit lartë, apo nivelit të mesëm, si them kështu, në lidhje me ushtarakët? Bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë edhe ka qenë shumë, ta quaj, konfident. Sepse neve ishëm në administrimin ndërkombëtar. Këtu kishëm shtete të cilat nuk ja donin mirë Kosovës. Ne kemi pas edhe Rusë në zyrën tonë, nivelit më të lartë të ushtarak Rusi ka pas, që kanë punu në kuadër të UN-it me misionet ndryshme, por megjithatë emërimin e ka pas diçka tjetër, po detyrën e ka pas diçka tjetër. Do të thotë gjithmonë kanë qenë edhe ata në zveti janë rujt në informacione, por edhe neve na kanë rujt në informacione. Kështu që shumë çështje të cilat kanë qenë sensitive ose ta quaj kanë qenë ma konfidente, ato nuk janë bën prezent gjithë. Do të thotë është mbledh generali koordinatori anglez, ka ardhur shtapit përgjithshëm përfaqësuesi apo komandanti, kam qenë une, ka qenë Amerikani, koloneli, edhe aty kemi mbyll disa, do të thotë, vendime të cilat janë kanë shumë të rëndësishme edhe konfidente. Që edhe mos me ditë pala tjetër. Jo mos me rrjedh asnjë informacion, sepse ka ndodhur që
informacionin hala pa dalë, do thot prej strukturave, s'po them zyres tonë, po strukturave jashtë, hala pa dalë ata prej zyres në një vendimarrje ka marrë vesh Beogradi. Do thot sigurisht është dikush mbrana aty që do thot përcjell informacione, që ka qenë një periudhë që ka qenë vështirë t'i hulumtojsh gjithë sepse të kanë ardhur në një mision tjetër, edhe informacionet i ka dhënë se ka pas tjetër mision. Ajo është deklaruar me një detyrë, ta quaj si shembull shefi transportit të Tuenit, pa e ka të bëj krejt me një mision tjetër. Ato veç e ka si dytësore, do thotë. Kështu që do thotë ka qenë vështirë të punohet edhe vështirë të marrën të mirën vendimet, se duhet me ditë saktësisht kush është tavolinë, çfarë vendimi po merret, sa sensitiv ai vendim edhe sa është i sigurt, kështu që fati më i madh po flas gjithmonë për trupat e mbrojtjes së Kosovës në periudhën kur kam qenë 8 vite, do thotë, nuk kam qenë aty 8 muaj as 8 ditë, po 8 vite kam qenë me këtë strukturë që mu i me ti potencuar në general që kanë qenë. Disa prej tyre do ishte... Gjithë janë, sikur se dini, në Mbretërinë e Bashkuar janë 2 lloje ushtria. Është ushtria e mbretërisë, që i ka njerëz kryesor dhe ushtria rregullt. Na zakonisht kemi pas thujse gjithë të mbretërisë, ku ka qenë shumë të rregullt, kanë qenë shumë drejt për drejt. Drejt për drejt dhe taft kanë qenë. Emrat disa prej tyre? Kemi pas shembull këtu për mos me harru ndonjë prej tyre, i kam shënuar, ka qenë Andre Cumming, general major, Adrian Frier, ky një general që nuk do të harron historia e Kosovës, sepse një herë ka ardhur me një mision, 99-ën, në komandant i brigadës angleze që u fut Prishtinë edhe ka incidenti me një shit ruse në aeroport. Edhe ky ka dashur me sulmue, ka qenë shumë i rrezikshëm. General Jacksoni si komandant i KFOR-it në mbikëqyrës dhe tina ka thonë mos me veprua, se ka pas atëherë janë ato informacione që kanë dalë që general Wesley Clark si komandant i krahut jugor të NATO-s ka kërkuar me i largu prej atyt, dhe pastaj ka qenë mosmarrëveshje me general Jacksoni që mos marrë të një incident me Rusin, mos andej. E ta i ka qenë ky në procesin e edhe si koordinator, 1 vjet pastaj ka ardhur, që kam bashkëpunu me ta shumë ngosht. Ky ka pas informacionet jashtëzakonisht të shumta edhe gjitha dobësitë që i kemi pas edhe gabimet që i kemi bërë si trupa mbrojtës Kosovës, ky më ka thirrë më ka thonë këtu, do thotë neve na kanë rrugë sikur foshnjë. Mos me gabue, edhe si më u profesionalizu, më u zhvillue. Pastaj ka qenë Jimmy Balfour, general brigade, Christopher Stern ka qenë general major, Matejs Skajs, general major ka qenë, Rutlige ka qenë një general jashtëzakonshëm, Nikolas Kaplan ka qenë, gjithashtu, do të thotë gjithë këta 7 general, e i vetmi një general i cili ka qenë, se 8 vite bëhet fjalë, ka qenë një general danez, edhe vetëm ai ka qenë i Danimarkës. Në një periudhë që pa të pru përfaqësuesi danez, atëherë që nuk mujtë, së më kujtohet emri i atij danezit që ka qenë përfaqësues special i Kombeve të Bashkuara këtu, e shkoi në Beograd e boni një gabim diçka në raport me proceset, edhe i shkeli rregullat, pastaj ato e larguan edhe pastaj shkoi edhe ky generali që e pruni këpij Danimarkës, pastaj e morën anglezët edhe do të deri në transformim në 2008 kanë qenë ushtarak anglez ku me pozita të ndryshme të larta që kanë bashkëpunuar me ta, kam marrë një eksperiencë jashtëzakonisht, por edhe një kontribut veçantë e kanë këta për forcën e sigurisë Kosovës sot, e cila është një forcë e respektuar në arenën ndërkombëtare dhe ballkanike. Është periudha tash të transformimit të TMK-s në FSK, Forcat e Sigurisë Kosovës. Roli juaj edhe përgatitja për transformim, të marrë parasysh se aty kërkohet një zvoglim i numrit të ushtarëve nga 3200 në 2500, ato të marrë parasysh që 1000 vende duhet t'i lihen. Po atëherë ishte vështirë për arsye se neve kishim një strukturë trupa mbrojtës Kosovës dhe gjithë ata njerëz që nuk do t'i plotësonin kriteret kur të fillon regrutimi, se u duhet më bën një lloj regrutimi pastaj në forcën e sigurisë Kosovës. Janë u çten ne kemi përgatitur me kritere me gjithë ato që do t'i kalojnë ato teste. Po. Për të qenë
me forcën e sigurisë Kosovës. Tash është diçka më e sofistikuar, Na kishëm punuar shumë, na kishëm punuar zyrja koordinatorit trupa e mbrojtjes Kosovës ka punuar shumë në krijimin e dokumentacionit komplet, legislativit komplet, cila do ta ketë FSK-ja edhe mënyrën e strukturimit të saj, edhe kriteret që do të jenë për do të thotë pranim, rekrutim, dhe ato këtë me standardet NATO që në bo. Do të thotë çdo gjë është bën bazë standardeve të NATO, dhe atë sigurisht që aty nuk mundin gjithë me kalu, do për çështjet moshës, do për çështjet shumë përgatitjes fizike, profesionale. Edhe aty do të thotë ka pas, po megjithatë u arrit një lloj marrëveshje që të gjithë ata të cilët nuk mujnë me kalue, do të thotë me i sistemuar, me i risistemuar, me i punësu, do punësu në polici, do në dogon, do kishte mundësi që i plotësonin kriteret. Plus, u bani marrëveshje për pension. Po, u bën marrëveshja për një pensionim jetësor, te përjetshëm e pas, në bazë të mundësive të buxhetit që kishte Kosova. Ose dhe u gjet një modalitet për me fillue, do të thotë, transformimi e forcës sigurisë Kosovës, ku në atë kohë, unë edhe du ta potencoj, se nuk e potencuan, të shiom edhe politologi, kam edhe shkencat politike dhe kisha këtë profesionin dytë. Edhe deshta pak me u kysh politikë, po me gjithatë dhe me aulon të netrive një mundësi katrit me u fut me bo një ta quaj ma thjesht popullore që një gjaktri, i cili do të kyqet në një energji e re me një fjalë. Edhe sigurisht duke menduar gjithmonë me ju dhonë mbështetje nga niveli politik, pastaj. Edhe me ju dhonë edhe mbështetje profesionale, kur do që kanë pas nevojë, edhe kalova në politikë, kështu që rregullisht kam bashkëpunu me ta në ka pozitat ndryshme, ku një periudhë për shembull kam qenë këshilltari presidentit Kosovës, kam qenë në pozita ndryshme, cilat i kam mbështet rregullisht, po edhe sigurisht si kolegë edhe bashkëpunëtor, cilët kanë me disa aty, do të thotë nivelit lartë, i kemi mbështet rregullisht profesionalisht. Nga aspektet që ju shifni, a u bë gabime gjatë kohës transferimit nga TMK në FSK dhe FSK e re pastaj, një ushtri e re që është transformuar, a mendoni që në atë periudhë filloj me pas efikasitet, ma dinamik, të marrë parasysh që u fot edhe energjia re, njerëz profesionalizuar, gjofolës të shumt. Shumë problemet e transformimit ose tranzicionit, ta quaj, nuk janë të lehta për asnjë tranzicion që ka të bëhet, mos të flasëm për një strukturë ushtarake me një mision jo ushtarak, apo gjysmë ushtarak, që e murë si një gjysmë ushtarake ka pas FSK-ja, masit trupa e mbrojtjes Kosovës, nga misioni për emergjenca, edhe pastaj kalojnë mision gjysmë ushtarak, me do armë të lehta edhe të mesme, jo të rana, do të thotë kjo u bë këtë mënyrë strategjike në bashkëpunim me mision ndërkombëtar, që me shku edhe zhvillimi i saj më u bë sa më profesional, edhe ai do të thotë përgatitja e tyre për një ushtri e kompletuar, moderne, e kohës me standardet NATO-s, që edhe pretendimi jonë ishte edhe mbetet, dhe do të thotë të bëhemi në partneritet me NATO, pastaj anëtar të NATO-s. E gjitha këto fal, po e them kështu me plot sinqeritet, fal Britanisë Madhe që ka bë strukturën e trupa e mbrojtjes Kosovës, ku kam qenë akter, ndër aktert, bashkë me gjithë ta gjeneralët edhe me shtabin e përgjithshëm të trupat e mbrojtjes Kosovës, që kemi bën do të thotë një zhvillim shumë të mirë strukturës, pastaj në kalimin e misionit tjetër e morën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e morë Ajova gjithsesi. Edhe fillojnë Shtetet e Bashkuara ta përgatitin edhe në bashkëpunim sigurisht, po ata kanë pas primatin për me përgatit me ushtri, edhe deri në 2018 është punuar shumë nga miqtë tonë amerikanë gjithsesi, Ajova, që me kalue në ushtri të rregullt, që e morë në 2018 përmes ligjit. Kishim ato probleme me kushtetutë dhe përmes ligjit kalum në një ushtri, ku pastaj ajo merr edhe 10 vite për me bot ushtri e përgatitme operacionale me gjitha strukturat dhe teknikën që i ka që me u bë do të thotë anëtare e plotë e NATO-s. Do të thotë kjo është ajo që
parashifet 2028 me qenë komplet, do të të pregaditne. 2018-2028 me qenë komplet të pregaditne një ushtri që t'jeni të sigurt edhe kur ka qenë FSK, edhe kur është bo FSK-ja ushtrim me ligj në 2018, ka qenë edhe është shumë me pregaditne se shumë shtete antare të NATO-s, ushtri që i kemi Shqipërinë, Maqedoninë, Malnezi, janë shumë atë pregaditën, sepse këta janë të krijuar prej temelit. Me bazë tamam të NATO-s, ta quaj anglo-amerikane, me ushtrit anglo-amerikane, duke mos i përjashtu edhe mbështetjet që kanë dhënë gjermanët, turqit edhe shtetet tjera antarë të NATO-s që kanë kontribuar në profesionalizimin dhe fuqizimin e forcës sigurisë Kosovës. Ju tani jeni në detyrën e ushtrisë detyrës AMES. Po, nga 2018 unë e kalova në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, që është një strukturë ose një institucion shumë i rëndësishëm për mbrojtje dhe shpëtim qytetare në nivel vendit nga fatkeqësitë natyrore, fatkeqësitë tjera që është tash një luftë tjetër, po lufta me natyrë, me termete, me vërshime, kështu që tash aty jam zëvendës drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave nga 2018 deri me sot ku vazhdoj të punoj aty. S'po jo kërkoj shumë për çështjet punës që tani punoni, po diçka që po më intereson shumë, po më intereson. Unë faktikisht sa herë shoh prezantimin e forcave të armatosura të Kosovës në për festat që i kemi, për vjetoret që i kemi, është një krenari e veçantë, është çka kemi. Po ju si kontribues dhe udhërrëfyes që keni qenë që nga qeliza apo fillimet e tyre, si jeni një vetën kur e sheni një ushtri tillë, mos të anashkaloj policinë që kemi një institucion tjetër tepër më bë krenar me ta. Unë si ushtarak po them, mund të më prek në ndjenja edhe profesioni, masi që flitet si ndi veten gjithë këtë rrugtim edhe gjithmonë në pjesën ushtarake ma shumë, ta quajt them shumë a thjesht prej kohës Skënderbeut, e gjitha luftat që i bën në trojet shqiptare, gjitha zhvillimet që kanë qenë, nuk ka pas rast asnjë nga gjitha ata heroj të mëdhej që i kemi, edhe luftar të mëdhej që sot do të janë heroj të kombit, edhe nuk kanë arrit me pas këtë fat, me mbri që me u bë një shtet i Kosovës, një ushtri e Kosovës, një Shqipëri në NATO, dhe shqiptarë do të thotë me pas këtë privilegj të madh, edhe mbështetje të fuqishme të miqve tanë ndërkombëtar që do të thotë me është e pa përshkruar kjo, do të thotë me nuk mundesh me sqarue çka ndiej unë për kontributin sado që është, mund të them modest është, edhe është obligative dhe morale dhe njerëzore që ta thoni kontribut fushën profesionale për vendin tim, për kombin tim, për me shpreh që me bë shtyllën kryesore të shtetit është ushtria. Ajo mbron sovranitetin edhe integritetin e vendit është ushtria, ajo që të garanton shtet. Thash, kur u kriju ushtria edhe me ligje dhe do thotë de jure është bë ushtri, atëherë ka qenë gëzimi më i madh i imi edhe do të thotë përmbyllja, kaptina e përmbylljes ta quaj një misionit tim me kolegë, po them me gjithë ata, edhe arritja e qëllimit një idealit ta quaj, sepse aty e kom pa që neve kemi shtetin tani tamam plot fuqishëm shtet, sepse një shtet që nuk e ka ushtrinë, ajo nuk është shteti i kompletuar, mos them është shtet që mund mos jetë shtet. Tash masi që formu ushtria, kjo është për mua një e arritje dhe një përjetim që veç unë e ndi vetë. Do të thotë me ja përshkru, muj me fol
shumë për këtë çështje, po ato që e ndihen njeriu do thotë atë kënaqësi që të arritje të objektivave, tash edhe profesionale. Të arrish edhe ta shohsh. Po, edhe ta shohsh, ta preksh, do thotë kjo është një privilegj dhe një fat i madh që e falenderoj krijuesin për këtë që më ka dhënë rast se ka shumë kolege, qytetare, heroje që kanë kontribuar, po nuk kanë arritur me pa rezultate. Po, me pa as pavarësinë, as ushtrinë, as nesër integrimet e kështu me radhë, po megjithatë kjo është procesi. Ju jeni, pa modestie tham, jeni njëri që komunikoni shumë me publikun, në përgjithësi. Në përgjithësi, vazhdimisht e keni pas ato si dhun ti e keni pas. Janë disa krisje të njerëzve për çështje të mosarritjes mjaft ose vështirësive ekonomike ose edhe ka një herë përbuzet shteti, përbuzet kjo pambarësia, përbuzet nga fjalë të thonë që qysh ne kanë shliruar, po na kërkojnë në atë kuptimin ma shumë, familjet e dëshmorëve, dëshmorët, njerëz që kanë kontribuar në luftë, kanë ardhur vullnetar, tash po përmenden, duhet më falendruar. Ma thuaj ndjenjen e një njeriu që i ka lënë gjitha aktivitetet e jetës për me kontribue edhe më në fund me dalë zërat që ka njëherë dhe i ofendojnë, duke i thirrë në përgjithësi hajna ose kes përdorush ma shumë se sa që shënjeni vetën ju kështu si njëni prej veteranëve. Po, shqani une për veti... Këta së për të thamë nivelin personal, ta për të thamë ma shumë përgjeshme, se të shumë mirë s'kerove hap pas hapi. Unë po e them procesi i zhvillimit që e elaborum nga fillimi i luftës, zhvillimet, intervenimi i NATO-s, administrimit civil ushtarak, edhe Kosova nuk ka pas buxhet, ka fillu mu ndërtue. Gjithçka prej vetvetes. Prej zeros, do thotë neve si trupat mbrojtës të Kosovës, një vjet kemi punu pa paga, si e prorë dhe ushtarë të ushtrishin të orat Kosovës në transformim kemi punu pa pare. Ka pas buxhet Kosova, ka qenë e konsolidume, as buxheti, as... Dhe kështu që, do thotë, u kesh përdorën nga individ aktuum, qoftë të uniformum, qoftë uniformat i kanë vesh, mas luftës kemi pas probleme dhe në identifikimin se kush ka qenë, po dhe sot i ndihmë pasojë se sa janë veteranë të ushtrishin të orat Kosovës. Është një numër i fryrë, aq shumë sa që është e papërballueshme për buxhetin aktual të Kosovës. Edhe kështu që këto janë, do thonë, normale, nuk janë rregull, po janë normale, po megjithatë, kur më pyetni për mua se si unë i shoh për veti procese shumë normale që janë zhvilluar, edhe tepër mirë kemi kaluar që ka mujt me kanë edhe më keq parasysh të infiltrimit që thash pak më përpara të strukturave, të anëmezve luftrave speciale që kanë mujt na i bojnë këtu, të na shtin me bo vllavrase me zveti, duke mos e ditë nga kush po na vjen, do thotë edhe këto i shoh si normale, por është punu pak në aspekt do thotë të identifikimit të kespërdoruesve, do thotë edhe tyre të cilët janë veteran, po nuk janë realisht, edhe ata po e gryin buxhetin e Kosovës, po nikosisht në ato para që i ndonë buxheti i Kosovës, sikur të ishin 5.000-6.000 veteranë që nuk punojnë, kurse këta tjerë që punojnë nuk i marrin ato, do thotë me para që jep buxheti i Kosovës, ata nuk do të marrin një pagë sikur sociale, ta quajmë sociale nuk është, po do ta kishin një pagë dinitetshme për punën dhe kontributin që kanë dhënë. Do thotë, po këtu janë ato probleme që besoj koha do t'i rregullon, por nuk kam diçka për këtë temë caktuar. Për Shqipërinë. Si ishte faktori i Shqipërisë në luftën e Kosovës, se kemë shumë zëra që kanë herë thojmë s'kanë bon mjaft, kanë bon mujtë me bon ma shumë, por ndoshta edhe kanë herë, one ma shumë i quaj zërat këqi. Si e vlerësoni kontributin e Shqipërisë, që nga ju kur keni lviz në Shqipëri, herën e parë deri në tani, kur jem të folë? Momentet kur po e shkoj politikës globale, zhvillimet, do të thotë që u bon bashkë dy Gjermania, u shpartallu Bashkimi Sovjetik.
shpartallu Jugoslavia, u shpartallu në shumë shtete tjera. Edhe Shqipëria u godit me këtë tranzicion, po ta quaj riorganizim. Ma shumë. Edhe Shqipëria ka pas krizat e veta shumë, ma ka pas deri te lufta civile që mujti me ardhë. Në 1997. Edhe Shqipëria me ato probleme të cilat i ka pas brenda politike, ushtarake, ushtrin të transformum, dalja e armëve prej kontrollit, futja shumë agenturave anmike të Shqipërisë, brenda Shqipërisë, Shqipëria ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në rrethona të tilla në mbështetjen e ushtrisë që dohet Kosovës dhe të gjitha proceseve të tjera që neve i kemi kaluar, edhe na do të jemi falënderues do të thotë historikisht edhe përjetësisht për mbështetjen që na ka dhënë Shqipëria. E ka qenë porta jonë e parë për zhvillimin e luftës në Kosovë, mbështetjen e luftës, edhe ardhjen deri këtu ku kemi ardhur. Pa Shqipërinë, neve kemi pas vështirë, se për Maqedonisë kemi mujt me fut armë për Maqedonisë, as për Malit Zi, edhe ne kemi pas vetëm Shqipërinë. Kështu që Shqipëria ka qenë, do të thotë, ai mbështetësi kryesor, do të thotë, për përgatitjen e luftës, me ato mundësi që i ka pas. Edhe zhvillimit e betejave kemi pas ushtarak shumë të Shqipërisë, profesionista, cilët na kanë ndihmuar në sikur që potencova në kodër të operacionit Shqipërisë, ka qenë një kolonel Spiro Butka, një ushtarak jashtëzakonisht i mirë dhe profesional. Dhe kështu që edhe popullatët e Shqipërisë ka me priti 500.000 qytetarë me prit në rrethona tilla sociale edhe pasigurim në Shqipëri, do të tu ka qenë lehtë, por megjithatë unë për veti kështu e konsideroj, unë nuk merrna me imësina se na ndihmon këtu, na nalen këtu bandat ndryshme i kanaleve të Shqipërisë, edhe mes veti kanë probleme, ata kanë pas, sepse ka qenë kohë e pa kohë për vetë Shqipërinë. Kështu që faktikisht Shqipëria ka dhënë një kontribut, cilën historia do të dëshmoj se është meritore e madhe për luftën edhe lirinë e Kosovës, ku sot kemi tash marrëdhëniet, ajo është edhe anëtare e NATO-s, edhe kemi marrëdhënie të ngushta, bashkëpunim në gjitha fushat, edhe kjo do të shkon duke u zhvillue edhe integrimin ta bëjmë përbashkët. Edhe në Bashkimin Evropian, NATO na de facto jemi, de jure pretendojmë me rregullimin e këtyre problemeve tjera politike të cilat e pengojnë Kosovën, edhe 4 shteteve të cilat janë anëtare të NATO-s, që ende se pranojnë, edhe kjo shpresoj shumë që me kalimin e kohës tani edhe presionet që bëhen Bashkimit Evropian, që edhe kanë marrë vendim sa më shpejt me i bind ato, me pranu Kosovën edhe me u fut edhe në strukturën e NATO, që do të kjo është ajo, Shqipëria, për Shqipërinë, unë kam vetëm superlativ në rrethonat çfarë ka qenë vetë Shqipëria, periudhët për cilat pyet. Për të rrëmbëllaksuar tani në fond, duke mos u zgjat shumë, njësi mirë i politikës vendore, të rajonit edhe ato globale. S'po të pyesi çysh do të jetë Kosova, po të pyeti se si do kishe qef tashish Kosovën në 10 vitet e ardhshme. Po, Kosova i ka 2 probleme, të cilat shtetet e rajonit që kanë qenë ta quaj sisteme komuniste përpara, e tani tash janë ato republikat ish Jugosllavisë janë shtete, Shqipëria, edhe shtete tjera ta quaj, të cilat janë anëtare të NATO-s edhe të Bashkimit Evropian, e kam fjalën Ballkanit Perëndimor, Kosova në raport me këto shtete i ka 2 probleme më të mëdha. Do thotë, ata kanë një problem, ne kemi 2 probleme. Domethënë, një problem e kemi më shumë se ata. E kemi problemin e shtet ndërtimit, sepse nuk kemi pas shtet, no. Ata kanë pas republika, është si shtet. Do thotë, çdo gjë, ata kanë pas vetëm problemin e tranzicionit nga një sistem në sistemin tjetër. Kurse ne kemi problemin shtetëndërtimin, që na ndihmon
Kombet e Bashkuara, por na erdhën kulturat ndryshme të shtetit ndryshme dhe na prap patëm problem me unifikue funksionimin e shtetit në nivel lokal dhe qendror, sistemin parlamentar që kemi zgjedhur, dhe aty do të thotë kemi pas një detyrë shtet, cilat shtetet e rajonit nuk e kanë pas. Tani Kosova ka arrit të krijoj bazën e shtetit, edhe unë shpresoj se në këto 10 vitet e ardhshme që e cekti unë mendoj 5 vitet e ardhshme, neve do të jemi edhe antar të NATO-s, edhe antar të Bashkimit Evropian në një pako me shtetet, 5 shtetet tjera të rajonit që janë në proces të antarësimit. Edhe kjo mendoj që do të jetë mirë në rast se politika globale zhvillohet edhe nuk del pej kontrollit edhe qetësohen këto krizat Ukrainë, Rusie dhe lindja mesme Kandej, po megjithatë unë shpresoj se kjo si epicendra e botës ta quaj Ballkani, ku është imburimi i luftës së parë botërore dhe i dytës ka qenë këtu, edhe tani me një shkëndi do të thotë në Ballkan, në mesdhej këtu, vetëm këtu mund të provokohet lufta e tretë botërore. Kështu që unë e marrë dhe si shembull me kolegë që bashkë bisedoj në aspekt politik, kur bisedojnë, dy shtete shumë fuqishme filluan luftën, India me Pakistanin, dyat me armë bërthamore, pa edhe nesër me fillu luftë, dhe më të madhe mes tyre nuk quhet luftë botërore. A janë dy shtete shumë të mëdha. Kurse kur fillon Ballkan është një problem që njerëzit nuk e kuptojnë, edhe unë i kam dëgjuar shumë ka thonë që kush është Kosova me rrezikue ndezjen e luftës tretë botërore, apo Shqipëria, apo Maqedonia, apo rajonit ashtu në përgjithësi. Shoni kur të mirët në aspekt politik, kur studiohet geopolitika dhe geostrategjia, si do të zhvillohet, do të merret gjeografia, bazë është. Gjeografia, shtrirja e atij vendit, e atyne vendeve, interesat, problemet cilat janë mes atyne vendeve, implikimet, antarët NATO-s, për shembull, Turqia me Greqinë, janë gjithmonë në konflikt të mundshëm për pretendimet territoriale, edhe Bullgaria në anën tjetër, që i ka borxh Serbia deri në Pirot ose një pjesë të Maqedonisë. Kjo pjesa tjetër e Maqedonisë është shqiptarëve. Edhe kjo është ai problemi i cili kur të fillon ta quaj një incident i vogël, një shkëndijë e vogël, është problem e kontrolluar, sepse pastaj do të fillojnë këto konfliktet e mëdha dhe del pej kontrollit edhe mund me ardhur në drejtimin e luftës tretë botërore, që shpresoj që edhe besoj shumë që nuk do të vjen, se tani është ka zhvilluar një rend i ri botëror për të gjithë, është kjo diçka mos është rrezik, po ndodh kjo, por kjo është krejt e kontrolluar dhe bëhet në të mirë të një tranzicionit apo të një rend të ri botëror për gjeneratat që do të vinë. Unë të falenderoj shumë për kohën edhe për sqarimet, edhe natyrisht për emocionet që i ndat me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe për juve, uroj të keni shëndetin, punë mbar me këtë televizionin tuaj. Për mua u mundova me dhënë në mënyrë sa më burimore edhe vërtet atë çka e ndi dhe kam marrë në mend proceset, sepse ka kaluar një kohë gjatë, janë shumë detaje të cilat mund të na ikun, por megjithatë këto ishin ato që për çka ju interesuat, sapo ta mundësi edhe ta quaj kujtesë, mundova t'ju jap disa informacione që të jenë interes të publikut. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ekipes, faleminderit kamermanëve që keni gjetur kohë dhe mundësinë për ardhmë të realizoj këtë intervju që unë mendoj që do ta shoh edhe në Ermasane, sigurisht ka qenë një ndër intervista më intensive dhe më e pasur me informata. Faleminderit shumë. Faleminderit.